opozitar, është momenti që të krijojë një kosto, apo është momenti që të ketë një mesazh të ri për publikun edhe për votuesit? Unë nuk e shoh me skepticizëm. Pra unë thash edhe një herë që unë jam kundra kushteve që partitë e vogla vendosin. Unë jam lexues i rregullt permanent i sjelljeve që kanë bërë partitë e vogla historikisht në Shqipëri. Dhe s'është e kanë knaqur. Po pra, sjelljet që kanë bërë ato kanë treguar, domethënë gjithmonë është treguar tendenca për të dobësuar Partinë Demokratike që i ka shku gjithmonë në favor mazhorancës. Pra në këtë kontekst unë i kam patë përdorura nga pushteti. Në politikë jemi, mund të ndryshojnë situatat dhe ata mund të reflektojnë, mund të ftillohen ku di unë, dhe kjo është pozitive, pra një bashkim, thash, një bashkim protestash, se këta s'po bëjnë koalicion para zgjedhor tani, nuk jemi në situatë tillë, një bashkim protestash është pozitiv. Në gjykimin tim, për mu leti heqë Partia Demokratike të gjitha me simbole, me flamure, se ka ekzistuar edhe pa simbole. Se atë kohë që ja mori Luli, pa simbole ishin. Këta prap mirin vota. Pra edhe këtë duhet ta dinë edhe ata që kërkojnë të heqin flamurin, duhet ta dinë që i njohin me fytyrë njerëzit edhe va japin prap këtyre. Por që nuk është opozita sot, partitë e vogla nuk janë kushtet që të vendosin kushte. Pra, ata e kuptojnë se sa e kanë testu veten, sa ata kanë bërë testim për këto protestat e tanishme, kanë bërë testim për të marrë peshën e elektoratit tyre. Sigurisht është e pamohshme që Adriatik Lapa i ka marrë vota në zgjedhjet e fundit. Pra nuk është krejt pa vota dhe për fuqi ekonomike krahasimisht me Agron Shehajn është më dobët, pa gjithsesi ka marrë. Pra do të thotë ka një elektorat. Është përqafuar. Është përqafuar ajo ideja e atij, qëndrimi i atij, se sa është kalcifikuar që të përsëritet prap kjo gjë, nuk e dim dhe duhet provohet, e derisa të provohet kjo ai s'ka pse ve kushte. Pra në këto rrethana mendoj unë që është një diskutim i kotë, du t'ulen atje të merren vesh me sa vota ka ardhi, me sa vota ka marrë thunë. Hajde dalim bashkë në protest, shkojmë zgjedhje të lira, të barabarta si për Juve, si për PD-n, si për PS-n, se edhe PS-ja ka nevojë tani që të ketë një herë Shqipëria zgjedhje të lira të ndershme, por është se ata nuk flasin, po brenda socialistët të pakënaqur janë. Ne i dim, ju njihni socialistët dhe unë njoh që flasim, me spital shkojmë gjithë edhe ata po kërkojnë një moment frymëmarrje. E kuptoj. Socialistët. Pavarësisht se atë gypi nuk ka lidhë e marrë shtrëngu presioni, po presioni është rritur brenda radhëve tyre. Të shkojnë Shqipëria në zgjedhje të lira të ndershme, le të fitojnë kush doj. Dhe thash edhe një herë, le të fitojnë PS-ja prapë. Ose le të fitojnë PD-ja, ose le të fitojnë Adriatik Lapaj. Po ta dim që janë numëruar votat siç duhet, si në Kosovë. Dhe kemi shembull ekzemplar, do e them edhe këtë se e kam me merak. Në Kosovë, brenda ditës kanë arrestuar 110 veta prokuroria e Kosovës për zgjedhjet, për votat të brendshme. Për votat brendshme kandidatësh, pra që nuk cënojnë brenda partive, pa cënuar rezultatin. Që nuk kanë cënuar rezultatin e madh. Dhe ata e quajnë turp të madh, kupton? Dhe Spaku në Shqipëri që ngriti gjithë propagandë, gjithë potere, një task force për zgjedhjet, arrestuan 2-3 veta të Tom Doshit që i doshin me marrë votat e tjera. Edhe i grun fjerp se bëri foto. I grun fjerp. Pra kjo është qesharake. Shqipëria duhet të shkojnë në këtë standard. Pastaj kush merr vota më shumë, qeverisë Shqipërinë të vazhdojnë punën. Po ta gëzoj. Ndërkohë një koment për Ermal Asimen dua nga të dy për ta mbyllur në fakt. A është ai një pozicionim i duhur, qëndrimi, sidomos për historikun që ka pasur zoti Asimja? Shkon. Ai është interlokutori tani besoj mes gjithë faktorëve. Po kristalizohet si interlokutor, akoma nuk është, pra, le të themi interlokutor që gjitha partitë e kanë takuar, por patjetër që është një nisëm për të përshëndetur nga një grup pedagogësh, mendimtarësh, intelektualësh që e morën një iniciativë. Tani shkon kjo iniciativë deri në fund dhe dele suksesshme, apo nuk shkon, nisma është për të përshëndetur. Pastaj profilet e këtyre pedagogëve mendoj që janë profile të respektuara, kanë impaktin në opinionin publik. Dhe në fund ditës po kërkojnë gjën më legjitime që e kërkon gjithë populli opozitar, një front të përbashkët në luftë kundër Edi Ramës. Pastaj proporcionaliteti i këtij fronti sipas votave të gjithë i dim se si është, pra patjetër Partia Demokratike është 90% e atij fronti, por normalisht që këta duhet të jenë figura gjithë, le të themi intelektualët e Shqipërisë duhet të jenë figura aktive
në bashkimin e opozitës. Do të flasin pak të Pa minimalisht, mos të zhduken. Çfarë do të bëjnë intelektualët? Gura, si e shihni këtë angazhim të Asimet? Pozitiv, me aq sa e kam ndjek, pra është një iniciativë, nuk e di ja kanë ngarku këto partitë politike apo e kanë ndërmarrë vetë, ishte shumë më e mirë po ta kishte ndërmarrë vetë, siç e shoh unë, duket sikur e kanë ndërmarrë vetë, pra si iniciativë qytetare, ngacmim intelektual, apo kujton që duhet ta kishin bërë shumë intelektual në Shqipëri, nuk e kanë bë. Se çfarë suksesi do ketë, pra nuk di të them se do varet e gjitha nga kjo, nga kërkesat edhe nga lëshimet ose mos lëshimet e partive, krerëve të partive, strukturëve të partive të vogla dhe PD-s të madhe. Por si iniciativë duhet një person në këto raste që të kryejnë këtë detyrë të bashkimit, të komunikimit interlokutor ose quheni si doni, dhe besoj figure pranueshme është Ermal Hasimia për këtë çështje. Se sa doja dali, pastaj është